Sali Berisha dhe Edi Rama për herë të parë do të kenë një përballje kokë më kokë në një proces elektoral. Berisha, kryetari i PD-s, konsiderohet si një nga dinozaurët e politikës shqiptare në 35 vjet, duke dominuar pas një rivalitet, atë që konsiderohet si e djathta në Shqipëri, ndërsa Edi Rama nga viti 2005 dominon të majtën, pothuajse duke ecur në gjurmët e Berishës, pasi eliminoi, sposoi apo nxori jashtë loje shumë nga ato që konsideroheshin si pesha të rënda politike në Partinë Socialiste. Qoftë Berisha, ashtu edhe Rama, mbretëroi në habitatet e tyre, duke ruajtur me fanatizëm pozicionet, kontrollin dhe zhbër çdo gar apo mekanizëm që mund t'i rrezikonte kontrollin absolut. Por të dy politikanët, njëri angazhuar prej 90-s dhe tjetri nga 98-a në politikën aktive, kur nuk kanë pasur asnjë përballje kokë më kokë, pavarësisht garave elektorale, madje pavarësisht jetëgjatësisë në politikë, nuk ka asnjë debat mes Berishës dhe Ramës, përtej atyre që janë zhvilluar deri në 2021 në sallën e Kuvendit, kur Rama shfaqej si kryeministër, ndërsa Berisha si deputeti që kontrollonte në qelizë PD-n, që në atë kohë kishte si kryetar Lulzim Bashën. Për herë të parë në 11 maj në listën e kandidatëve në të njëjtin qark do të jenë si Sali Berisha, ashtu edhe Edi Rama. Berisha me shumë gjaz do të kryesojë listën e deputetëve të një koalicioni partish, ose në rastin më të keq do të jetë mes tre emrave të parë. Rama në listën e PS-s pritet të renditet ose në kufirin e mandateve që konsiderohen të sigurta, ose do të jetë në listë hapur, duke zbatuar kështu një udhëzim që vetë ka nxjerr për ata ligjvënës që kanë më shumë se 2 mandate deputetësh. Fakti që si Berisha ashtu edhe Rama do të jenë në listën e deputetëve të qarku Tiranë mund të përbëjë betejën e parë, ndoshta edhe të vetmen, që të dy politikanët do të kenë kokë më kokë, dhe ky mund të jetë testi i vërtet përmes votës preferenciale, pra sa votues do të zgjedhin duke vendosur shenjën X ose plus në krah të emrit të Berishës apo Ramës. Ky i fundit kishte paralajmëruar se do të kandidonte në qarkun e Shkodrës, por pas arrestimit të kryebashkiakut Erion Veliaj, njoftoi zhvendosjen drejt Tiranës, duke paralajmëruar se do të udhëhiqte fushatën që do t'i garantonte socialistëve numrin më të lartë të mandateve që kanë fituar në këtë qark. Por përtej Ramës dhe Berishës, në listën e Tiranës do të jetë edhe Lulzim Basha, duke krijuar në këtë mënyrë një mozaik që mund të ishte edhe më i bukur nëse Ilir Meta nuk do të garonte në listën e mbyllur të Fierit, por do të ishte në atë të Tiranës. Berisha e Rama kanë patur përballjen e tyre në 2011, ku në një proces me shumë pikpyetje, ndërhyrje, kulisa, kryeministri aktual humbi Bashkinë e Tiranës me 11 vota, që u nxorën nga kutia e gabuar ku ishin hedhur në zgjedhjet lokale të 14 viteve më parë. Ndërkohë në 11 maj përballja Rama-Berisha-Basha, referuar votës preferenciale për secilin, mund të përbëjë një betejë më vete mes politikanëve, dy prej të cilëve rrezikojnë të përmbyllin karrierën politike në varësi të rezultatit. Në 2021 Lulzim Basha, në atë kohë kryetari i PD-s, blite në qarkun Tiranë rreth 16.000 vota preferenciale, duke u renditur 3 deputetët më të votuar nga PS e PD në rang kombëtar. Ndërkohë Edi Rama mblodhi 15.871 vota preferenciale në qarkun e Durrësit, që numëron shumë më pak votuese Tirana, ndërsa Sali Berisha mblodhi mbi 6.700 vota preferenciale në Tiranë, disa fish më pak se Basha e Rama. Tashmë në 11 maj është një mundësi për të parë jo thjesht se kush do të qeverisë vendin në 4 vitet e ardhshme, sa e fortë do të jetë mazhoranca e re, por edhe për të njohur me një detaj, kush nga politikanët do të jetë më i preferuari i shqiptarëve në përballjen kokë më kokë.